hukuksuzluk operasyonunun Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi të hënën se protestat për burgosjen e kryebashkiakut të Stambollit ishin shndërruar në një lëvizje dhune dhe se partia kryesore opozitare do të mbahet përgjegjëse për policët e plagosur dhe për dëmtimin e pronës private. Arrestimi i kryebashkiakut Ekrem İmamoğlu të mërkurën e kaluar, rivali kryesor politik i Erdogan, ka shkaktuar protestat më të mëdha në rrugë në Turqi në më shumë se një dekadë. Të dielën, një gjykatë e burgosi atë në pritje të gjyqit me akuza për korrupsion që ai i mohon. Duke folur pas një takimi të kabinetit në Ankara, Erdogan deklaroi se CHP, e cila është partia kryesore opozitare në Turqi, duhet të ndalojë provokimin e qytetarëve. Şiddet hareketine dönüşen olayları milletçe ibretle takip. Opozita kryesore është përgjegjëse për policët tanë të plagosur, xhamat e thyer të dyqanëve dhe pronën publike të dëmtuar. Ata do të mbajnë përgjegjësi për të gjitha këto, politikisht në parlament dhe ligjërisht nga drejtësia. Më herët ministri i Brendshëm Ali Yerlikaya akuzoi disa protestues se po kërcënojnë sigurinë kombëtare. Ai tha se 1133 persona ishin arrestuar gjatë 5 ditëve të protestave dhe se 123 policë ishin plagosur. Krehu i CHP, Özgür Özel, foli përpara mira njerëzve të mbledhur të hënën mbrëma, duke i thënë turmës se demonstrata ishte një akt sfide kundër fashizmit. Tespit edip bunların öyle televizyonunu izlemeyin falan değil. Bunlar Özel tha se do të vizitonte kryetarin e Bashkisë së Stambollit, Ekrem İmamoğlu, në qelinë e burgut, duke kërkuar lirimin e tij në pritje të gjyqit, ndërsa kërkoi që e gjithë seanca gjyqësore të transmetohet drejt për së drejti në televizionin shtetëror turk TRT.